Domshan Zefi u akuzua se pas ka thënë muslimant nuk kanë shpirt shqiptar. Por e vërteta nuk ka frikë drita. Shpifja ka frikë audio original. Prandaj, dëgjoni audion, lexoni fjalët e tij. Besimi në Kish Katolike është diçka tjetër. Die katholische Kirche ist das eine. Die albanische Nation ist das andere. Doch beides ist untrennbar miteinander verbunden. Die katholische Kirche war bereits hier, als es noch gar keine Serben in Kosovo gab. Die katholische Kirche war schon hier, bevor die Osmanen kamen. Als Muslim hat man keine albanische Seele. Dëgjuat ju ndonjëherë fjalin muslimant nuk kanë shpirt? Jo, sepse është rren. E rrena ka kom të shkurtë, por dami bahet. Kur rrena shpërndahet, hapet si flet në erë e nuk ki mbjell ma kush. Disa intelektual kanë me dëgjua këtë video që pe bajun, e kanë me kuptua gënjeshtrën që jë ba, djallëzin që jë ba kudra këti njeri të mirë, kudra këti patriotit. Ignorant kanë me u knaq në ren, dhe me vit kanë me shpërnda se Domshan Zefi ka thënë muslimant s'kan shpir shqipnar, alhamdulillah, alhamdulillah, e gjetëm një li prift keq si hoxha tonë. Kur u postua kjo gëneshtër, u përhap me shpejtësi drite, u ndezën emocionet, u krija histori, çdo portal shkruhet e si ti e vërtet kjo. U knaqën armiqt e kombit, të e përdor këtë shpifje për me barazua retorikën anti-shqiptare të hoxhallarëve me një prift intelektual e patriot, i cili është pranua edhe në Kongresin Amerikan me përfaqësua Kosovën dhe me lënë dëshmi se jemi vllazën me gjak, pavarësisht fesë. Kur kanë pa nevojë për intelektual, i kanë qua në Kongres, që si kanë qua shefqetat. Por trishtimi maj malë nuk kje prej kundërshtarëve. Për mua trishtimi maj marë erli prej atyne që quhen miq. Pa prit asë një minut, pa dëgjua audion, pa verifikua burimin, pa me thirë Domshan me tha, a i ke tha këto fjalë, filluan me nda akuzat e rreme, dhe me kërkua faljen nga njeri që nuk ishte